Pasi Shtetet e Bashkuara shpallën një ndalim të papritur të shumicës së tarifave doganore, Bashkimi Evropian ka vendosur të shtyjë për 90 ditë çdo kundërmas ndaj SBA-s, duke i dhënë mundësinë negociatave të vazhdojnë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi se BEA do të mbajë një periudhë të qetë për të parë nëse mund të arrijnë marrëveshje për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit tregtar me SBA-n. Vendimi erdhi pas njoftimit të Trump se do të ndalonte përkohësisht tarifat për çelikun dhe aluminin që kishin krijuar tensione të mëdha ndërkombëtare. Ky ndryshim qëndrimi erdhi vetëm disa orë pas votës në 26 shtete të BE-s për të miratuar kundërmasa doganore ndaj rreth 21 miliard eurove të importeve amerikane. Pas këtij njoftimi, tregjet financiare reaguan me stabilizim pas periudhës së pasigurisë që shkaktuan tarifat e fundit. Sidoqoftë, BEA vazhdon të shqyrtojë si të përgjigjet ndaj tarifave të makinave amerikane dhe taksave prej 10% që janë ende në fuqi. Pavarësisht këtij hapjeje për bisedime, tarifat ndaj Kinës, të cilat janë rritur në 104%, vazhdojnë të mbeten, ndërsa kundërmasat e Kinës ndaj SBA-s janë zbatuar sot me një rritje të tarifave në 84%.